Qershor, në një farë mënyrë shënon zyrtarisht futjen në stinën më të nxehtë të vitit, ku veç njerëzit janë duke planifikuar pushime, ndryshime, energji të reja, gjithashtu edhe plane për të ardhmen. Por çfarë parashikojnë yjet për javët dhe për muajin e 6 të këtij viti? Ne do të lidhemi vetëm pas pak direkt me astrologën Denisa Shyle. Mirëmëngjes, Denisa. Mirëmëngjes. Dhe gjithashtu kam kolegun tim gazetar Agon Rexhepi. Mirëmëngjes, Agon. Mirëmëngjes, Knasi gjithmonë. A e ke lexuar horoskopin? Po, Çka po thot për ty për muajin qershor? Na ndihmon edhe astrologja, po prej ditës së dielë kemi pasë hënën e shigjetar edhe tash e tutje me shumë gjasa që var fillimi i ri, është kry, po kam shumë qef se me shigjetare, po shpresoj që këmja po harin, po ka përfundu një cikël nëse s'ka bëhet dhe tash fillon një etapë e re, kështu që po më duket ajo përfshin fakt edhe binjakët, sepse pikërisht ka ndodhur ky cikël, përfundimi i këtij cikli dhe hana blu në shanjen që aktualisht jemi tek binjakët. Vazhdojmë të qëndrojmë ende tek binjakët, Denisa, apo jo? Hëna e plotisht tek shenja shigetarit, po dielli vazhdon që të jetë tek shenja e binjakut, vazhdon të jemi në stimin e tyre. Deri në datën 21 qershor këtu do të jemi. Muaji qershor është muaj pak a shumë pushime, ose më të themi tip dorate, duke qenë se muajt në vazhdim të verës mund të jenë disi më të vështirë. Prandaj këtë muaj do të këshilla gjithë që ta shfrytëzoni më shumë. Është shumë e vërtetë që hëna e plot që ishte tek shenja shigetarit ditën e diel, ishte një nga hënat e plota më të fuqishme. Ishte fillimi i fundit për shumë cikle problematike, si në marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, por ashtu edhe marrëdhëniet që janë brenda shoqërisë, një të gjë të vlefshme dhe në lidhje me shëndetin. Gjatë këtij muaji do të kemi një kalim tjetër shumë të rëndësishëm, që është ai i Chironit tek shenja e Demit, prandaj dhe të gjithë do të ndikojmë në mënyrë të dukshme. Detyrimisht që shenjat e fikse do të ndikojnë më tepër dhe ato kardinale do të çlirohen pak a shumë. Do të kemi shenjat e dashur të gatshmëres, për shenjën e peshorës dhe për shenjën e bricakut do të çlirohen, do të kaloj tashmë për Chironën siç e thash tek shenja e Demit, që është plaga e përjetshme, si rregull na ndikon tek shëndeti fizik, psikologjik dhe na detyron që të marrim mësime të domosdoshme. Kjo do të jetë në datën 19 qershor, pas kësaj date, shenjat që do të kenë pak më të vështirë në këto aspekte do të jenë shenja e Demit, është shenja e Luanit, e Akrepit dhe ajo e Ujorit. Ndërkohë që do të kemi edhe kalimin në fund të këtij muaji të Mërkurit në retrograd, është në datën 29, do të vazhdojë deri në datën 24 korik, do të kemi edhe kalimin e Jupiterit në datën 30 qershor, të Jupiterit tek shenja e Luanit. Edhe kjo do të kenë një ndikim pozitiv tashmë, do të kemi një farë çlirimi, duke qenë se Jupiteri ndihet mirë tek shenjat e zjarrit në përgjithësi. Timi realist është një muaj i cili do të ketë shumë ndryshime, duam apo s'duam ne, kemi filluar të ndjejmë madje që tani, jemi të detyruar të zgjedhim anën tonë, të jemi pak a shumë personë të cilët mbrojmë drejtësinë. Kjo është e vlefshme si në marrëdhëniet personale, sepse është një ndër muajt më të rëndësishëm në këtë aspekt, sidomos marrëdhëniet familjare do të jenë shumë të ndikuara, mund të krijojmë disa dinamika të shëndetshme nëse jemi të aftë gjithmonë. Por nëse jemi të paaftë në këtë pikpamje dhe na ngjerë hatri me çdo gjë të vogël, vazhdojmë që të shikojmë vetëm interesin tonë, të gjitha marrëdhëniet familjare mund të jenë shumë të tensionuara gjatë këtij muaji. E nderuar, e përmend edhe Merkurin në retrograd. A mundesh na tregu pak më shumë rreth këtij fenomeni, se kam përshtypjen që njerëzit i friksohen goxha shumë këtij fenomeni, sepse nëse e kam përshtypjen që emocionalisht është goxha periudhë intensive. A mundesh na tregu pak më shumë se çka do të thotë Merkuri në retrograd dhe për çka fit me urujt, çka do të pas kujdes gjatë asaj kohe? Po, patjetër, Merkuri në retrograd kësaj herë do të jetë tek shenja e Gafores, është në takim pothuajse me Jupiterin, prandaj dhe smallon gjithçka. Kur Merkuri është në retrograd, është një iluzion optik në të vërtetë, thjesht është më ngadalësur ose në orbitin e tij, duke sikur lëviz mbrapsht. Kjo është thjesht pikë vështrimi nga toka. Në mënyrë se si ndikohet shoqëria ose njerëzit, si ndikohemi ne në përgjithësi, është perceptimi jon ngadalësohet pak, prandaj dhe nuk është periudhë për të vepruar ose për të marrë vendime, është periudhë për të reflektuar dhe për të analizuar mirë ato çfarë kemi në dorë. Në të vërtetë, nëse përdorim në këtë mënyrë, periudha e Merkurit në retrograd mund të jetë shumë efikase, madje edhe pozitive,
Pra, duhet të marrim thjesht parasysh që nuk duhet të veprojmë, duhet të analizojmë. Dhe duhet të rishikojmë edhe një herë të gjitha vendimet që mund të kemi marrë deri në ato momente. Nga ana tjetër, ajo çfarë nuk këshillohet është të firmosim kontrata, duke qenë siç e thash, nuk është periudhë veprimi. Të gjitha kontratat që firmosen në përgjithësi gjatë asaj periudhe nuk janë të tepruese ose bëjnë problematike gjatë rrugës. Një pikë tjetër që është problematike mund të jetë komunikimi. Duhet jemi shumë të saktë në mënyrë se si flasim, sepse mund të keq kuptojmë. Më thjesht, kemi probleme në përgjithësi gjatë periudhës së retrogradës së Merkurit me të gjitha mjetet e komunikimit, kjo domethënë me telefonat, mund të kemi probleme edhe me elektroshtëpiaket, po ashtu edhe me automjetet. Kjo është një periudhë për fat të mirë ekstrareal dhe pak më e shkurtër se çfarë ishte retrograda e Merkurit në Mars, por më duhet të analizoj, është retrograda më e vështirë e këtij viti sepse problemet zmalltohen, cili e do i takimit që është me Jupiterin. Prandaj të jemi të vetëdijshëm ka shumë rëndësi dhe vërtet për përsëris, nuk duhet të veprojmë gjatë asaj periudhe, duhet të analizojmë dhe të shikojmë, të vëzhgojmë mirë situatën. Cilat janë tri shaja që kanë me përfitu më shumë nga këto gjitha zhvillimet astrologjike gjatë verës? Edhe para se me dojtë kjo kur përfundon kjo Merkuri në retrograda, që shini të i thonë, sa kam vetë shëndrua, aty ta dim kur me nënshkru, kur mos me nënshkru. Atëherë, retrograda e Merkurit në të vërtet i përkon muajt korik. Tani në muajin, duke qenë se fillon datën 29 qershor, pra është në fund të muajit, dhe do të vazhdojë deri në datën 24 korik. Si rrjedhoj? Gjatë këtyre periudhave, pra është një periudhë afërsisht pak më tepër, të themi të 3 javoshe, që sa periudhë nuk duhet të nënshkruajmë kontrata, por kjo nuk do të thonë që nuk duhet të flasim me njëri, nuk duhet të punojmë me të tjerë. Siç e thash, duhet të vëzhgojmë mirë dhe çdo kontratë që kemi për ta firmosur, mund ta firmosim ose përpara ose mbrapa. Ishte një pyetje që bëri zotëria, po nuk e dëgjova mirë, kërkoj ndjes. Kanë me qenë tri shenjat që kanë me pas më shumë të përfitimi, le të themi, në shumë aspekte gjatë verës, duke u bazuar në këto parashikime astrologjike. Atëherë shenjat që kanë shumë përfitime gjatë verës, sidomos duke filluar pas datës 19 qershor, do të jetë shenja e Dashit, kemi shenjën e Peshqive. Dhe shenja tjetër e cila do të ketë vërtet shumë përfitime të mëdha, por duhet të jetë shumë e vetëdijshme, vetëm pak a shumë të jetë programuar në atë çfarë bën, është shenja e Luanit. Shenja e Shëgjetarit mund të ketë disa probleme, prandaj nuk po e përmend, edhe pse ka fat, nuk e di se sa do të ketë aftësinë që ta përdorë këtë fat që mund t'i trokas në terë, prandaj tre shenjat e para janë vërtet tre shenja që mund të shquhen në këtë pikpamje. Muaji qershor është muaji i lidhjeve apo muaji i ndarjeve? Në aspektin romantik po flas. Muaji qershor është muaji në përgjithësi i lidhjeve, duke qenë se do të kemi edhe kalimin të Venusit ose të Venerës tek shenja e Luanit. Kjo do të thonë që zemra do të rrajë pak më shpejt, jemi më të tërhequr ndaj bukurisë dhe të krijojmë lidhje marrëdhënie me njëri-tjetrin sentimentale. Prandaj edhe vera mund të them që është një nga verat në përgjithësi, sidomos qershorit, do të shënohet nga fillimi të lidhjeve të reja. Por më duhet analizoj vërtet që të gjitha lidhjet që fillojnë në këto momente janë lidhje që do të jenë afatgjata, qoftë pozitive, qoftë negative. Prandaj të jemi të vetëdijshëm se çfarë zgjedhim për veten tonë ka rëndësi. E lek kush do bëj më shumë ti? Kush ka më pas më shumë ti fat në financa? Po, lek ka më tepër shenjë gafore gjatë këtij muaji, do të kemi edhe shenjën e binjakëve. Shenja e binjakëve është një nga shenjat e cilat ta ketë shumë të thjeshtë për para. Gjatë gjithë muajit qershor është e pleshme, ndërkohë që shenja e gaforës ka pak më të shtrirë gjatë verës, por shenja e binjakëve ka muajin qershor ka shumë pozitiv në këtë aspekt. E kush ka më qenë më të Vesh një sekond, shenja e binjakëve blek? Okej. Po pëlqen. Po më duket po vrejet me kilometra që binjak jem në horoskop. Pas kemi pas shumë fat me kontratave me lek, ushtofshin, se më duket që veç paret njëri gjithmonë ka vend ku milon. Më duket që kur nuk mundesh me thonë që kam mjaftueshëm, gjithmonë mundesh me një gjetë vend shpenzim. Edhe pyetja tjetër ishte? Po, cilat janë shenjat që kanë ndikuar më shumë të negativisht, ose cilat shenja duhen të pas më shumë të kujdes, se folëm për aspektin pozitiv, por në cili ka më qenë aspekti negativ i astrologjisë gjatë muajit qershor. Atëherë, shenjat të cilat e kanë problematike shëndetin, janë dy shenja e Dashit deri në datën 19 qershor, ndërkohë që shenja e Akrepit do ta ketë problematike përsëri gjatë të njëjtës periudhe, duhet të jenë shumë të kujdesshëm në këtë aspekt.
Shenjat e tjera të cilët të kemë përsëri problem shëndetin, do t'jenë shenja e temit pas datës 19 qershor kjo veç, dhe shenja e shëgjetarit është një periudhë e gjatë, do të futem në një periudhë të gjatë më të temit, ndërkohë që shenja e dashit do të ketë një sfjerim të dukshëm dhe e ka pak a shumë automatik, nuk ka nevojë që të bëj gjë, por shenjën e akrepit duke qenë se mund të lodhet vërtet nga shëndeti, nga çështjet e shëndetit, pra gjatë pjesës së parë të muajit, do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm për çfarë konsumojmë dhe se si kujdesemi për trupin tonë. Ndërkohë që shenjës së demit dhe shenjës së shëgjetarit do t'ju këshilloja njërë si fillim që pjesën e parë të muajit ta shfrytëzojmë për të kryer rutina të shëndetshme, të jenë pak më të vëmendshëm se për sinjalet që po jep trupi në këto momente, në mënyrë që kur shironi të kaloj tek shenja e demit, ta kemi të thjeshtë që ti dalë mban ose të bëjmë ballë me them problemeve edhe nëse dalin. Po më pëlqen. Ku flas për shëndetin sepse mendoj që është pjesa më e rëndësishme, gjithë gjërat e tjera rregullohen që se kemi shëndetin në dorë. Pa dyshim. Do t'jetë një verë nxehtë me qëtata apo jo, dhe ju urojmë shumë fat të gjithë atyre që po na shohin në këto momente. Shpresojmë që ju kemi lehtësuar, ju kemi ndihmuar pak a shumë edhe me vetë leximin e yjeve edhe nga vetë këshillat e Denisës. Denisa, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne. Kënaqësi, shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Pafshim. Pafshim. Ciao. Shaka nisë në folë si këta të Shqipënisë. Pafshim. Po ndikomi pak edhe prej stafit tonë, pafshim. Po, pikërisht nga stafit. Bjeri qik telefonit aty. Është kënaqësi me punu së bashku. Tek e fundit jemi një, nuk dallojmë asgjë, vetëm nga theksim, dhe ata janë pakës më komunikativ se ne. Mirë, kemi një shkëputje shumë shkurtër, sepse vetëm pas pak do presim bashkohet me ne edhe Blerina, dhe gjithashtu do të